Policia kombëtare e Spanjës ka arrestuar një 33 vjeçar shqiptar në Madrid si autorin e dyshuar të grabitjes spektakolare të 2200 bijuterive me vlerë mbi 1 milion euro të kryer gjatë ndërprerjes së energjisë elektrike më 28 prill në qendrën tregtare Plaza Norte 2 në San Sebastián de los Reyes. Grabitësi shfrytëzoi ndërprerjen e energjisë elektrike e cila i bëri të padobishme bravat elektronike të dyqanit të bijuterive Jose Luis për të ekzekutuar një grabitje të planifikuar me kujdes dhe të kryer kirurgjikalisht. Sipas El Mundo, hajduti hyri në çatinë e qendrës tregtare dhe bëri disa prerje në çatinë e asfaltit direkt mbi dyqanin e bijuterive. Prandaj, ai hoqi panelet e gipsit derisa arriti në një shteg shërbimi që lidhte dyqane të ndryshme. Pasi krijoi më shumë vrima, arriti të hynte në dhomën e pasme të dyqanit, ku qëndroi i fshehur derisa një ndërprerje e energjisë i lejoi liri lëvizjeje. I armatosur vetëm me një kaçavid, ai hapi vitrinat një nga një pa i thyer ato dhe mori gjithçka brenda, përfshirë bijuteri ari të bardhë dhe diamantesh. Hetimet fillestare identifikuan automjetin që i dyshuari i përdori për të arritur në qendrën tregtare, një makinë e përdorur që ai e braktisi një ditë pas grabitjes, përpara se të largohej jashtë vendit. Hetimi zbuloi se i dyshuari lëvizte shpesh brenda dhe jashtë Spanjës, duke përdorur gjithmonë identitete të ndryshme për të shmangur zbulimin. Më në fund, më 22 tetor, ai u gjet përsëri në Spanjë dhe u arrestua për vjedhje me thyerje. Në kohën e arrestimit të tij, ai mbante me vete gati 3000 euro në para të thata, origjinën e të cilave nuk mund ta shpjegonte, dhe një nga bijuteritë e vjedhura i varri rreth qafës si trofe.